Një ngjarje e rëndë për motive pronësie ka ndodhur në Lushnjë, ku një 39 vjeçar me precedent penal, i cili u vu në pranga nga policia, dogji automjetin e një shtetasi, me porosi të një 28 vjeçari, i cili është shpallur në kërkim. Dyshohet se konfliktin për motive pronësie e kishte me xhaxhan e pronarit të automjetit të djegur. Sipas njoftimit të policisë, menjëherë pas kallëzimit të shtetasit DV se i kishin djegur automjetin në afërsi të banesës së tij në fshatin Plug, shërbimet e Komisariatit të Policisë Lushnjë organizuan punën operacionale dhe veprimet hetimore për të përcaktuar autorsinë e rastit dhe për të sqaruar rrethanat. Si rezultat, u identifikua, u kap dhe u vu në pranga autori dyshuar i djegjes, shtetasi MB, 39 vjeç, banues në këtë fshat. Gjithashtu u identifikua shtetasi që dyshohet se porositi kryerjen e këtij krimi, AZ 28 vjeç, i cili nga veprimet hetimore rezultoi se ka qenë në konflikt me xhaxhan e shtetasit DV për motive pronësie. Ky shtetas rezulton të jetë jashtë vendit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.